do t'ja parashtrojmë një pyetje dhe çdo njeri nga ne le t'ja parashtron vetës e tij, pse nuk e dojmë atë që e don Allahu Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, si thot Ibni Qayyim, ai që njeh Allahun Azza wa Jall, domosdoshmërisht ka me dasht Allahun Azza wa Jall. Ai që e çmon Allahun Azza wa Jall, ai që e madhron Allahun Azza wa Jall e don Allah, dhe e don atë që e don Allahu Azza wa Jall. Për këtë arsye pejgamberi Allahut shpeshherë bante këtë lutje dhe i thonte Allahut Azza wa Jall: o Zoti i madh, më ban që të dua ti, dhe ti dua ata që të dojnë ti, dhe më ban të dashur veprën që e don ti. Pra ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na i dashuron atë që e don Allahu Azza wa Jall. Nëse ne e dojmë atë që e don Allahu Azza wa Jall, përfitojmë dashurinë e Allahut Azza wa Jall. Nga se Allahu Azza wa Jall i kërcënohet të gjithë atyre të cilët nuk e dojnë Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall i kërcënohet dhe thot se Allahu Azza wa Jall ka mi ndëru popujt. Ato që se dojnë Allahun Azza wa Jall kanë mu shkatru dhe kanë me përfundu. Fasawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dhe Allahu do të skjellë në rruzulin toksor njerëz që e dojnë Allahun Azza wa Jall, rob që e dojnë Allahun Azza wa Jall dhe Allahu Azza wa Jall i don. Gjithashtu ai që e don Allahun Azza wa Jall, Allahu e afron afër atij. Allahu e ban që të jetë nën kujdesjen e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith al-Qudsi që e transmeton Imam Buhariu nga Abu Huraira, ku thot Allahu Azza wa Jall: ai që ma shqetëson një miktimin, on me ta kam hi në luftë. Kush janë miqtë e Allahut Azza wa Jall? Miqtë e Allahut janë të gjithë ata që janë nën kujdesjen e Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot pejgamberi Allahu, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall: wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Dhe nuk është afru as një rob afër meje më shumë se sa me krirjen e farzëve. Pra nëse parashtron robi dhe pyet cilët janë veprat që më së shumë ti të afrojnë të Allahu Azza wa Jall, s'ka vepër që të afron të Allahu Azza wa Jall më shumë se farzët. Pra mi fal di farze në mëngjes sabah, është shumë me vlerë se sa tan jetën mu fal nafile. Me t'hikën di farz, me një t'hikën një farz gjatë ditës, a tragedi e madhe. Pra thonë të pejgamberi Allahut ati që i hik namazi kindis i asgjësohen veprat. Siç ka thonë Ibni Qayyim, se çdo vepër që e ka bo atë ditë Allahu Azza wa Jall nuk ja pranon, ja ban pluan dhe ja asgjëson. Pra atë nuk ka vepër më të dashur të Allahu Azza wa Jall se farzët. Pra atë Allahu Azza wa Jall këtë farzë i ka bo shtillat të Islamit, që nëse rënohet një shtill vjen ndërtesa. Për këtë arsye dhe rënohet dhe rrezikohet rënja e Islamit dhe imanit. Në veçanti vëllezër të ndershëm çështjen e namazit. Pra nuk ka vepër që të afron te Allahu Azza wa Jall më shumë se sa farzët.